Të dashur miq të televizionit Nova Studio hapur në gjuhën shqipe, përshëndetje edhe këtë javë. Sigurisht se aktualitetet politike na kanë preokupuar në çdo sferë të jetës, mirë po kjo nuk do të na pengon të dislokohemi pak nga sfera e politikës dhe të diskutojmë për çështjet e kulturës. Mirë po s'do mend se edhe kultura dhe gjitha sferat e tjera janë të ndërlidhura me situatën politike në të cilën po kalon vendi. Sot për mua dhe për ju në një intervistë, mini intervistë ashtu ta quaj, do ta kem drejtoreshën e Qendrës Informative Kulturore këtu në Shkup, zonjën Sermine Purini. Zonja Purini, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta në këtë ambient të bukur, në këtë studio të bukur dhe punë të mbarë për ju. Kënaqësi që ju kam sot në studio për herë të parë, shpresojmë që ju kemi edhe radhavat e tjera. Patjetër. Për shkak se vetë dinamika juve dhe punën të cilën po e bëni në Qendrën Informative Kulturore, do të na bën sigurisht që ta kthejmë vëmendje pak edhe nga institucioni juaj. Patjetër, ajo është edhe kënaqësia e jonë si institucion, sepse pa ju mediat edhe puna jonë nuk do të shihesh. Kishte atë shkëlqimin që e ka. Zonja Nëse Purini, mendoni. para se ti kthehemi do thotë aktualiteteve rreth qendrës dhe rreth kulturës shqiptare në përgjithësi, sigurisht se është një pikë, një njollë e zezë në gjithë këtë situatë të cilën po kalon vendi në aspektin politik. Do thotë po shohim kemi trazira, do thotë nuk po kemi koordinim mes partive politike dhe kjo në një farë mënyrë nuk i jep edhe juve siguri që të veproni dhe të punoni ashtu si duhet. Sa po ndikon në institucionin juve kjo situatë politike? Po jemi të gjithë dëshmitar se çfarë ndodh në shtetin tonë, fatkeqësisht. Vite me radhë ndoshta na ndjekin këto trazira, sidomos pranverave, në institucionin pikërisht ku jem une menaxhere e saj në Qendrën Informative Kulturore, ndihet kjo krizë, për shkak se ne e formojmë, domethënë, programin vjetor që duhet ta realizojmë gjatë vitit, e tani po hasemi në një dilemë, sepse muajt po shkojnë, javët po shkojnë, programin duhet të realizohet dhe nuk kemi siguri se si të veprojmë. Për shembull, kemi aktivitete në Qendrën Informative Kulturore të cilat po zhvillohen. Ja edhe nesër e kemi koncertin në sallonin 19-19, por institucioni në fjalë ka aktivitete që realizohen edhe jashtë institucionit dhe kjo na jep një pasiguri për shkak të protestave që po ndodhin dhe po presim edhe pak se si do të zhvillohen situatat. Zonja Purini, sigurisht se institucioni juve është në një farë mënyre ai tempulli ku të rritë e kërkojnë atë stabilitetin institucional, atë hapësirën institucionale, për shkak se çdo herë mungesa e të rinjve është se nuk kemi ne atë siguri, nuk e kemi atë hapësirë të cilat na japin institucionet dhe për atë shkak ne çdo herë gjejmë ndonjë alibi që të largohemi. Mirë po, tek ju kjo hapësirë ka qenë çdo herë për të rinje. Sikur ndoshta edhe institucione tjera, mirë po posaçërisht ju, do thotë çdo herë përmes apeleve, përmes konkurseve të cilit i keni hapë, keni bërë çdo herë apel që të rinjtë t'i afrohen Qendrës Informative Kulturore me qëllim që të shkëmbeni mendime të përbashkëta dhe të organizoni evente të ndryshme. Sa po gjeni hapësirë të rinjët tek të ju dhe ju tek të rinjët atë risien për të organizuar diçka përbashkët? Kjo ndoshta ka qenë problematike vite më parë. Tani nuk mund të them se është problematike. Qendra Informative Kulturore i takon qytetit Shkupit. Dhe qyteti Shkupit ka 7 institucione për kulturë. Që do të thotë se të gjithë këto institucione funksionojnë dhe miren me artë. Në fillim, do me thënë, kur e filluam punën në Qendrën Informative Kulturore, u hap një derë, do me thënë, institucioni është 60 vjetë, edhe prap do të përsëris se kam patjetër 60 vjetë dhe unë isha menaxherja e parë shqiptare që i hapa dyert
e shqiptarve që të gjithë profesionistëve, të rinjeve dhe ardashësve që të performojnë me aktivitetet të tyre kulturore në këtë qender. Sepse kjo qender nuk mund të them se 60 vjetë nuk ka pas aktivitete shqipe, por kanë qenë, mund të them, për 60 vjetë ka pas vetëm ekspozita, edhe ato mund të them se ka pas 4 deri në 5 ekspozita për 60 vjetë. Nuk po flasë se ka pas koncerte, nuk po flasë edhe disa promovime të librave të shkrimtarve shqiptar. Zonja Porini, sigurisht se një nga ato sektorët ose çështjet kyçe, do thotë është edhe tek ato risit, ato evenimentet të cilat dëshirojnë të organizojnë sektori civil e organizatat jo qeveritare, sa po gjeni tek ato një risit të tillë, sa po gjeni hapësirë të ato, do thotë për të organizuar ata diçka? Sa po shoni rekreativitet tek të rinjët shqiptar? Këtë desha ta potencoj, sepse në vitin e parë, dytë, dolen me njëherë mediat Macedonesa e kam fjallën, dhe me tituj shumë të mëdha shkruanin që në qendrën informative kulturore me të madhe promovohet kultura shqiptare. Do me thënë se nuk ishin mësuar në atë kohë që edhe ne shqiptarët kemi aktivitetet të ndryshme të kulturës, dhe kjo u te i kalua duke se kur gjdo herun, se nuk është vetëm kjo institucion, por të hapen edhe institucionet tjera që shqiptarët mos të koncentrohen vetëm në qendrën informative kulturore, por edhe në qendrat tjera, si Muzeu i Qytetit Shkupit, Salla Universale, kemi qendrën për kulturë për të ri, që do me thënë unë edhe prapo apeloj të gjithë ardashësit që lirisht le të konkurojnë edhe tek institucionet tjera. Në Selimine, sa është interesi tek shqiptarët, tek të rinjët shqiptarë, posaçërisht për të organizuar evenimentet e tilla, do të thotë promovime të librash, koncerte të ndryshme? Është interesi, por akoma më duket se nuk ende një pjesë nuk ka besim në institucion. Nuk konkuroj për shembull se dihet kush do të merr pjesë, ajo nuk është e vërtetë. Dyert janë të hapura për të gjithë dhe ne nuk mund të bëjmë punën sot për nesër. Do me thënë, në shtator jenë konkurset, në qytetin e Shkupit dhe në Ministrinë e Kulturës, ku dhe ne si institucion konkurojmë me projektet që i sjellin piktorët, muzicientët, shkrimtarët, shoqatat jo qeveritare, me aktivitetet e tyre që kanë dëshirë të marrin pjesë, dhe kështu me komision bëhet përzgjedhja e programit dhe ne si institucion konkurojmë në qytetin e Shkupit dhe në Ministrinë të Kulturës dhe pastaj realizohet programi në fjalë i vitit që vjen vjetor. Do me thënë, në shtator janë konkurimet. Po, zonja Porini thatë se ky institucion ka një historiat 60 vjeçar të funksionimit të saj, jeni drejtoresh e këtij institucionit në vitin 2011, mos gabofsha, dhe për herë të parë thatë në historinë e këtij institucionit është një drejtoresh shqiptare. Si e pat vetën në funksionimin e këtij institucionit kur erdhët në funksion, do thotë, të drejtoreshës, sa ishte vështirë, do thotë, menaxhohet një institucion e cila do thotë me dekada ka qenë në kontrol të dikuj tjetër dhe tash promovohet diçka krejt e re? Nuk promovohet krejt e re, sepse ne edhe përpara në mënyra tona, në teatr ose në për kafenet të ndryshme kemi hap, kujtojnë gjeneratat më të hershme, ekspozitat të ndryshme, por jo institucionale me këtë mas. E tash, kur unë do me thënë hyna si menaxhuese këtij institucionit, punën e parë që bëra, do me thënë ishte programi i institucionit, me çka ai miret. Dhe aty vërejtja se i gjithë programi ishte etnikisht i pastër Macedonas. Dhe punën e parë që e bëra,
do me thënë programin e ndryshova. Nuk them vetëm atë që nuk ishte shqiptar, po s'kishte as etni tjera, do me thënë, që jetojnë në shtetin tonë. Punën e parë që e bëra, e ndrova gjithë programin, në bashkëpunim kam dëshirë këtu të faleminderoj edhe Mustafa Imerin edhe Adelina Gegën, të cilët ishim bashkë gjatë gjithë kohës, por mos t'i haroj edhe punëtorët e qendrës informative kulturore janë të hapur edhe me njëherë u hapën për bashkëpunimin dhe gjetjen e autorëve tanë shqiptar, ku të gjithë sektorët ma veç filluan që t'i bëjnë programet edhe Shqip, edhe etnive tjera, edhe Macedoni. Po, Zonja Porini, sigurisht se nëse shikot kështu në shikim të parë, thuhet se është një institucion i cili merret me kulturën, mirë po s'do mend se sikur mos të kishte një angazhim politik aty për brenda institucionit, nuk do të bëshin këto ndryshimet të cilat janë bë. Theksuat se keni gjetë strukturën e të punësuarve, do thot etnikisht të pasur, programin e keni gjetë të pasur, mirë po edhe ju keni pas ato baticat dhe zbaticat e juve gjatë funksionimit të saj dhe në atë gatishmërinë tuaj, do thot, politike për të angazhu më tepër, do thot, që për të ndryshu gjitha këto të cilat i përmendet. Sa keni pas, do thot, përkraje nga subjektet politike shqiptare në përgjithësi, për shkak se kultura shqiptare nuk duhet themi se i takon vetëm një subjektit politik, dhe sa keni pas nga ana tjetër, do thot, mangësia, po do them frenim për të ndryshu këto të gjëra? Frenim në asnjë moment nuk kam pas, përkrahje të shumë të fuqishme dhe të projekteve të mëdha që janë bërë në qendra informative kulturore, ka qenë përkrahja e kryetarit të komunës Izet Megjiti, sepse fuqia, do të thënë bashkimi prapë se prapë e bën fuqin, përkrahje të madhe kam pas nga ana e kryetarit, dhe mund të them se nuk e di, tash po kthehemi në ato vite edhe pse tani kjo çka po ndodh sot në shtetin ton, po më duket edhe banale. Në fillim kisha për shembull obstrukcione, sepse me njëherë fillova ta implementoj dygjuhësinë. Une obstruksionet e para i kisha aty. Shumë artist të palës Macedone, për shembull, nuk donin që posterët ose billboardet ose të bëhen dygjuhësi. Dhe kështu me... Mirë, po kjo nuk ju ka zbras në asnjë moment? Jo, unë fjalia ime në komunikim me ta ishte pse nuk po ju pengon vula e qendrës që është dygjuhësore, pse nuk po ju pengon kontrata që është dygjuhësore, po ju pengon një poster që do del jashtë dhe do ta sheh popullata. Po këto ishin në fillim. Kështu që tani, pas 5 vjetëve, ajo as nuk diskutohet. Do me thënë, as një artist i gjithë etnive, as njëherë nuk e bëjnë më problem që është e shkruar dygjuhësi. Se për shembull, shumica thonin, unë kam dëshirë anglisht edhe macedonisht. Jo, nuk mundesh si ta kesh anglisht pa e pas njëherë shqip. E treta gjuhë është anglisht me dëshirë. Gjuhë zgjedhore, ndoshta. Kurse shqipën edhe macedonishtën e keni me ligj dhe e keni patjetër. Kështu që tani më nuk diskutohet dhe deri tash asnjë autor, edhe pi palës Macedone, nuk po flas për palës shqiptare, se çdo herë ne nuk e kemi bë këtë punë problem, por tani më nuk diskutohet. Në qendrë informative kulturore është e përkthyer dhe funksionon dygjuhësia, por do të kisha cekur këtu se ka nevojë ende për përkthyes, se me një punëtor përkthyes nuk po mundet të arrihet përkthimi i gjithë administratës edhe Zonja Porini, sigurisht se një rëndësi të veçantë ka pas për ju, do thotë si drejtoresh e këtij institucionit,
edhe ofrimin e të rinjve, po të cumë pak ma heret. Mirë po gjdo herë po na brengos ajo se sa të rinjët shqiptar janë të interesuar për cilë diçka veprat të treja. Kjo pyetje disi mbeti anash pa e komentu pa e zbërthyt disi. Sa po gjeni të këtëri, do thot freskim, risi, do thot për cilë diçka të re? Unë... Për shkak se, në fakt, do t'ju ndërpres për shkak se tene gjdo heri për epiteti se është një drejtori, drejtoresha është e nominuar, do thot, prej një partije politike dhe neve nuk na jipet hapësirë. Gjë që të ju nuk ka funksionu. Jo, nuk është e vërtet. Kushdo qoftë që ka hyrë brenda shqiptar në qendrë informative kulturore, ka qenë i mirë pritur dhe asnjëherë nuk është pyetër a e takon partis, apo cilës parti takon, apo do me thëmë pa tjetër më duhet të tregon aktivitetin të cilën do të mban në qendrë informative kulturore, sepse kultura edhe fundja e kretë kësaj nuk ka të bëj me partin, të gjithë janë ardashës dhe asnjëherë nuk ka pas pyetje se cilës parti kush i takon. Kanë qenë dyert e hapura për të gjithë. Ku po isheni të rritë shqiptarë, do thot, ku janë më të interesum në muzikë, në kulturë, në artë, në gjithçka është artë? Do me thënë, tani, pasi që po më pyet për të rritë, tani vetëm po dalin ndoshta frytet e para të studentëve shumë ambicioz. Janë disa shkrimtare që veç ma kanë filluar me botime të librave të tyre. Për shembull, kemi unionin studentor, kemi unionet të nxënësve, janë tej mase të interesuar për gjithë aktivitetet dhe më bëhet qefi, është për shembull manifestimi që tradicionalisht bëhet gjimnazistët, ku marrin pjesë shkollat e mesme me dramat e tyre, dhe atje është kënaqësi t'i shohish ata se 10 ditësh, do me thënë gjdo natë është nga një shkollë që përfaqësohet, tashmë këtë vit 3 shkollat tona të gjimnazit marrin pjesë aty, dhe është kënaqësi t'i shohish të rritë se prapë jeta vazhdon, ata bashkëpunojnë me zvete, edhe dua të them se interesimi ditë e më shumë po rritet. Ja edhe sot e ndëgjova në një media, ku ishin profesorët Mustafa Arbeni Aslanaj edhe Beni violinisti, që thanë tani më pas 8 vjetëve dalin frytet e para të muzicientëve që do me thënë po e mbarojnë Akademinë e muzikës dhe dal nga dal ne veç interesimi ditë e më tepër po rritet, që është për të mirën tonë. Zonja Porini thatë se në këtë institucion ka qenë disin mangësi, do thot punësimi i shqiptarëve, për shkak se e dim si që ka qenë situata atëherë. Sa është përfarsimi adekuat i shqiptarëve tash në këtë institucion prej ardhjes juaj, do thot, në këtë pozitë? Prej ardhjes time, që ishte e pastër etnikisht, vetëm ishte një rom, tashti jemi 8 shqiptar aty, do me thënë funksionon mirë dhe nuk arrita më shumë, por është, tash nuk di, del 20% apo 25%, 22 të punësuar janë, prej tyne janë 8 shqiptar. Zonja Porini, sa jeni të kënaqur, do thot, me institucion tjera, Ministrinë e Kulturës, thatë për komunën e Çajirit, keni një bashkëpunim shumë të afërt, du të theksojmë edhe aty edhe me qytetin e Shkupit, Ministrinë e Finansave, ndoshta për shkak se du të çlon ato mjetet, apo nuk e di si funksionon. Thjesht, do thot, me institucionet në vend, sa keni bashkëpunim, sa gjeni gatishmërinë e tyre për t'ju ndihmuar në raste caktuara? Po kemi gatishmëri, se thash edhe ma herët, ne si institucion jemi pjesë e qytetit të Shkupit, edhe finansohemi një pjesë nga qyteti i Shkupit edhe një pjesë nga Ministria e Kulturës. Do me thënë edhe ne si institucion konkurojmë në këto 2 institucione. Nuk mund të them se qyteti i Shkupit nuk na del, do me thëmë, për para, çdo herë na ndihmon të gjithë këto manifestime që janë më të mëdha
janë të finansuara nga qyteti i Shkupit, edhe një pjesë nga Ministria e Kulturës, edhe që mendoj se Ministria e Kulturës duhet të jetë pak më dorëshlirë. Po, të regom në sa jeni të prekur ju në këto ribalanset, në politik ka një ribalans të bugjetit i cili bëhet, sa ju prejkeni nga këto ribalanset? Po, tani ma asgjë nuk bëhet edhe pa një luftë dhe për atë është situata kështu si që është, ndoshta prekjem pak si institucion, se tani ma jemi 3 institucione ku menagjojmë shqiptarët, është Galeria Nacionale, ku është Dita, është Shtëpia e Kulturës, ku është Safet Kamberi. Do me thënë, Galeria Nacionale në bisedim me drejtoreshën, këtë vit është shumë mirë me bugjet. Ne këtë vit jemi pak më të dobët me bugjet, por mbajmë shpresë me ribalans që do të rritet bugjeti. Ju zakonisht në kësi situata ngrit një zërin dhe bëni që mos që ato mjetet sigurohen që kultura shqiptare mos ngecë në nësime. Po pa tjetër, sepse edhe ne i kemi këshilltarët e qytetit Shkupit që janë aty dhe ato luftojnë sa i përket bugjetit të institucioneve tona. Zënja Purini, sigurisht se një nga aktivitetet e cilat tani më shëndruar në një traditë, pa dyshim është tingujt e qarshijes, ajo të cilët shqiptarët i simbolizon këtu në qytetin e Shkupit, e cilat çdo herë realizohet me qendrën e Ju dhe komunën e Çajirit. Si po arrijet gjithë këto vite, do të thotë pa ndërprerje të realizohet dhe të ketë një epitet shumë qëndrueshëm tek ne, të kultura shqiptare? Po, është tradicionale sepse është edhe projekti i qendrës, edhe çdo vit... Po pasurohet me gjëra të reja? Jo, do me thënë, kjo si manifestim ekziston 10 vite, por unë prapë do të them se 4 vitet e para është bë si një simbolike e tingujve qarshis, në që se ka dalë orkestri i qytetit, ka bë një defile rreth qarshis dhe me kaq ka mbaruar. Për atë po them gjithë çdo vit po pasurohet me gjëra të reja. Edhe tani më ajo është manifestim që zgjat 2 ditë dhe janë të përfshira të gjithë zhanret të muzikës, të artit, të librit, të filmave dokumentar, të piktorëve, do me thënë koloni të artit që janë të shpërndarë në për qarshin e vjetër gjatë ditës, dhe pjesa e letërsis ku mbahet në pjesë të qarshisi, kjo që është Kapanani ose Kurshumliani, që ajo është mirë që edhe të rritë t'i vizitojnë ato dhe përmbyllet me një koncert madhështor që çdo vit i ndrojmë këngëtarët, të cilët këngëtar janë të preferuar kohën e fundit edhe më shumë për të ri. Po edhe zhanri popullor nuk mungon. Patjetër, një aktivitet tjetër po ashtu është edhe Shkupi Lexo. Është koncept si aktivitet leximi që u mbajt në Kalan e Shkupit. Këtu kemi të nënvizuar edhe shumë aktivitetet të tjera, mu më interesona e vullneti mbrendshëm, do thotë me kaq pak punëtor sa ka, do thotë qendra, mirë po keni gjetë, do thotë për gjitha hapësirat në çdo afat të vitit, do thotë të gjeni aktivitete për të shprehjat simbolin e kulturës shqiptare. Më intereson, do thotë, përveç asaj kapacitetit bugjetor, se sa po arrini t'i mbuloni, sa është bashkëpunimi këtu edhe nga institucionet, do thotë, e kulturës nga Kosova dhe Shqipëria? Bashkëpunimi ne që bashkëpunojmë me ata. Do me thënë me Shqipërinë dhe Kosovën kemi një permanent një bashkëpunim, po s'do të thotë se nuk marrim pjesë edhe shtete tjera në qendrën kulturore, po kultura jo në lidh me këto 2 shtete fqinj që i kemi. Jem prezent këtu, gati se në çdo manifestim të themi.
Ma ceke Shkupi lexon, Shkupi lexon. po kjo erdhi si një ide që u pa në shtetet evropiane dikund, edhe u organizuan në kalan e Shkupit. Do me thënë, prapë se prapë të gjithë këto manifestime ose programe që bëhen, jenë persona të cilët miren me këtë dek. Për shembull, për Shkupi lexon, bashkëpunim të hatashëm kam pas me shkrimtarën Lindita Ameti. Do të thënë, ajo e ka bërë gjithë konceptin dhe ftesën e shkrimtarëve. Vjet ishte Unioni i Nxënësve që e organizoi, por për si vjet, edhe për situatën që e përmendëm se si është, tani këtë javë do të dalin konkurset në gazeta, edhe në web faqe, edhe në rrjete sociale, që të gjithë ardashësit të konkurojnë për pjesëmarrje të këtyre manifestimeve. Të marrin pjesë dhe të konkurojnë, sepse të gjithë këto janë që marrin edhe honorare, do me thënë edhe Shpërblehen për kontributin e tyne. Dhe prej tani i ftoj të gjithë ardashësit, edhe në Shkupi lexon, po edhe në gjithë së bashku, në koncertin në Vim, kemi një instalim, kemi tingujt e Qarshis, do me thënë, kemi një sër manifestime ku se cili mund të gjenë veten aty. Zonja Porin, sigurisht se keni realizu dhe shumë ekspozita të shumë të do thot në salën të ju, do thot të qendra informative kulturore, cila do të mund t'i veçani, për shofim se aty po defilojnë me ekspozita të ndryshme, shumë piktor të ndryshëm, cili do të kishim i veçu emrat më të spikatur, në thot? Po, nuk do të mundem tani se nuk do të kisha dashur të hy me emra, se prap do të haroja dikë. Kështu që të gjithë ekspozitat e kanë atë rëndësin, peshën dhe vlerën e saj. Ju e dini, do me thënë, kanë marrë pjesë shumë piktor. Gjdo 2 javë kemi ekspozita të ndryshme, kështu që nuk do t'i veçoja mos t'i ngjelet hatri do njenit. Ju shtriheni, do thot, përmes aktivitetit tuj, do thot, për të siguru këto piktora, apo ato vetë lajmërohen të kjo? Jo, vetë lajmërohen. Do me thënë thash, tashma veç piktorët e din, këtu kanë rëndësi edhe shumë edhe profesorët që japim në mësim në fakultete, që studentëve, sidomos, që të regojnë se kur janë konkurimet. Do me thënë, tani ma nuk ka problem, dihet që shtatori dhe vetë piktorët, po edhe ato të Shqipëris, po edhe të Kosovës, të Bugaris, të Turqis, të krejtë rajonit, do me thënë, konkurohet në shtator, e pasaj zgjidhen një pjesë, në varsisht prej bugjetit sa është, që kush do të ekspozoj vitin që vjen. Kemi pas, në thot, edhe piktor nga jashtë, po të cud nga Bugaria, nga Greqia? Po, patje, prej Italis kemi prej Gjermanis tash të fundit që e kishim, do me thënë, Qendra Informative Kulturore është e hapur për tërë botën. Zonja Porini, këtu më vije, do thot, nga redaksia Gjuhë Shqipe në studion e hapur, kemi edhe disa vajzat punësuara këtu. Thot, Zonja Porini, jeni simboli femrës shqiptare këtu në Shkup, sepse përveç se jeni një femrë sukseshme, jeni edhe drejtoresh pra fytyrë publike, por edhe pse mëruar nga një parti politike, asnjëherë nuk keni bë këto dallime dhe përfaqësimi juaj do thotë që është dhënë hapësirë gjithë sektorit. Do thotë ne si redaksi pam do thotë hapësirën edhe për femrën shqiptare këtu t'ja japim një pyetje se cilën do të kishin me veçu. Çdo herë tek femra shqiptare keni dhënë një simbol i një femrës të guximshme, një femrës do thotë e cila asnjëherë nuk ditë dorëzohet. Sa po gjenë, do thotë, vullnetin, sa po gjenë shpresën për t'i inkuraju, do thotë, edhe femra tjera shqiptare që mund të udhëheqin, do thotë, suksesshëm një institucion të tillë? Po, them, ne shqiptemi edhe një avangardë e ndryshimeve. Kjo daton ndoshta edhe prej mbretreshës Teuta, e cila ka bë ndryshime, ose
ose luftra, kemi të madhen në naze, kemi të madhen në Invamula, edhe ne kemi shembuj, do me thënë, prej para ardhësve tanë, ndoshta në fillim kam hezituar, a do të mundem unë, nuk di a do të mundem, por ne tani veç po dëshmohemi edhe si femra, flasë edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, në Maqedoni, njëjtë që jemi të zonjat për ndryshime dhe jemi të zonjat për udhëheqje kur femra kur do diçka arrin. Po, zonja Porini, çka mund të presim do thot nga qendra juaj tash në të ardhmen do thot gjatë këtij vitit kalendarit? E kemi programin veç më të instaluar ashtu, por prapë po kthehem në situatën politike që të qetësohen, do me thënë të na heci rruga mbar, të fillojmë të punojmë më me seriozitet, sepse gjithë institucionet mbaren edhe prej situatës politike. Ja, për shembull, do ta shpalos ndoshta tash, e kam në plan ta kem Dua Lipën për tingujt e qarshis, një emër shumë i madh i kulturës shqiptare, jo vetëm atë, Bebe Rexha ka ardhjen prej Maqedonisë, e mos të flas era i strefi që ndëgjohet prej Australisë, Japonisë, Kinës e tërë botës. Kemi shumë vlera të mëdha, po fatkeqësisht kam plan Shkelzendolin, violinistin njëjtë, por disi jam skeptike për shkak të situatës, sepse prap se prap është një vlerë për t'i sjell ata këtu. Tash me një anë edhe jemi të kufizuar që se ka zgjedhje, nuk mundem ta realizoj. Edhe jenë shumë disa pikpyetje që të shohim. Shpresojmë që situata politike të vijë në binarët e saj, vendi të ecë drejt rrugës euroatlantike, në një farë mënyrë do thotë edhe gjithë shoqëria të merr atë kajën e duhur, do thotë që definitivisht më t'japim këtyre krizave politike një herë për gjithmonë fund dhe vendit të drejtohet rrugës euroatlantike. Zonja Porini, sigurisht se meten edhe shumë pyetje për të diskutuar, mirë po ne shpresojmë që në një emision tjetër do thotë do t'ju kushtojmë më tepër kohës, padyshim se kultura shqiptare është një nga ato pasuritë të cilat na e kanë lënë ashtu ta quajmë dem babadem dhe duhet ta kultivojmë, ta ruajmë ato me shumë xhelozi. Ndërsa unë emër të redaksisë në gjuhën shqipe, ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe ishit këtu në studion e hapur në gjuhën shqipe. Ju faleminderit edhe juve, edhe jeni të mirëseardhur në të gjitha aktivitetet që zhvillohen në Qendrën Informative Kulturore. Faleminderit. Ju falenderit. Ndërsa juve shikues të nderuar, ju falenderit për vëmendjen. Takim të radhës u let të shtunën e ardhshme me fillim në ora 18. Deri atëherë, mirëmbëjtje.